Besimtarët e krishterë në mbar botën kremtuan të dielën e 5 prillit, festën e Pashkës, që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit. Edhe në kishën ungjëllore Borel u zhvillua shërbesa e Pashkës. Besimtarët ungjëllor e të ftuar të tjerë të pranishëm në këtë shërbes u njohën me historikun e ringjalljes së Jezu Krishtit nga pastori i kishës ungjëllore Borel, Rustem Beqiri. Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar miq dhe të ftuar, ju uroj një seardhje në këtë ditë të shenjtë dhe të bekuar. Sot nuk është një ditë që gjithë të tjerat, sot është dita që ndryshoi historia e njerëzimit. Siç është shkruar në fjalën e Perëndis, ai nuk është këtu, sepse u ngjall, ashtu siç kishte thënë. Sot jemi mbledhur këtu jo thjesht si një traditë, jo thjesht për një kujtim, por për të shpallur një të vërtetë të gjallë. Çfarë fshihet mbas kryqit? Se kryqi nuk është një dekor, por është deklarata më e fortë e dashurisë në univers. Në qoftë se ne duam që ta marrim kryqin në qafë, atëherë ne duhet që t'i binmi Jezus Krishtit, edhe ta kuptojmë që me të vërtetë aty në kryqin e Kalvarit Jezus Krishti derdhi gjakun e pafajshëm që na pajtoi ne me Perëndin. Gjon që ai është ngjallur, cili pra ju do fillonte prap çante, apo do kishte brit me gëzimi edhe lumturia, se ai që ti deshe erdhi në jetë. Aleluja, dhe ne festojmë, sepse kjo është fitoria që ne kemi, Jezusin tashmë jo të vdekur, por të ringjallur. Bibla na thotë që i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia, është i dobishëm për mësim i dhimbjeve, njohjes i vuajtjes, ndëshkimi për të cilin kemi paqe është mbi të, dhe për shkak të dhurratave të tij ne jemi të shpëtuar. Më pas, ishte randha e këngëve falendëruese ndaj Jezu Krishtit, interpretuar nga grupi i kishës. Festën e Pashkës e uroi edhe kryetari i Bashkisë Mac, Altin Bojni, i pranishëm në shërbesën e të dielës. Këtë ditë të shenjtë dua t'ju uroj të gjithëve, gëzuar Pashkët. Kjo është një ditë ku sjell dritën, besimin dhe shpresën. Kështu që ju uroj gjithë secilit prej jush të ketë vetëm dashuri, paqe dhe bashkim me njëri tjetrin. Dua të falenderoj edhe pastorin e kishës ungjëllore, zotin Rustem Beqirin, për bashkëpunimin që ka pas edhe me pjesën e bashkisë. Po ju garantojmë që ne do vazhdojmë me përkushtim për çdo qytetar që të bëjmë sa më të mirën me shumë përgjegjësi për çdo banor të këtij qyteti, edhe bashkëpunimi me ju nuk do mungoj. Gëzuar dhe për shumë vjet Pashkë. Në fund pranishmit ndoqën një monolog me 4 personazhe të ndryshme që simbolizon 3 dishepujt e Jezusit dhe nënën e tij, që me lojën aktoriale sollën emocionet e tyre pasi zbritën në skenë momente nga koha e kryqëzimit dhe ringjalljes së Jezus Krishtit. Historia e Jezus Krisht. Por ajo që shpesh kishte harron se ajo përbau ngjallje, dhimbje. Përpara fitores kishte kryq dhe përpara mëngjesit të lavdis kishte një natë shumë të errët. Me një që u pëndua, një tjetër që qëndroi deri në fund me padyshim me nënën e tij. Një vendim që do të ndryshonte histori. Shumë prej nesh u larguan në të ditë. Frika është një gjë e fuqishme, por unë nuk mund të largohesha, sepse ai nuk ishte vetëm mësuesi im, ai ishte jeta ime. Dhe unë të thash, ti je Krishti, biri Perëndisë së gjallë. E besoja, me gjithë zemër, eca mbi ujë, derisa besimi im u lëkund, dhe fillova të fundosesha. Por aty, pash dorën tënde. dhe dëgjova fjalët e jetës, e me gjithatë zgjodha errësirën. 30 moneda qëndi. Ky ishte çmimi i tradhtisë time. Të mbajta në krahët e mi, atë natë të ftohtë në Betlehem, sepse nuk kishte vend për ne në grasht. Po kur të pash
zemra ime u mbush me dritë.